4 grabitës bankash të arrestuar dhe 1 i pesti shpallur në kërkim policor, dyshojnë si autor të një sër vjedhjesh bankash të ndodhura këtë vit në Tiranë. 9 muaj hetime u finalizuan mëngjesin e së hënës gjatë operacionit të koduar Ombrella. Kryepolici i Tiranës Tonin Vocaj, gjatë një konferencë për shtyp, bëri publik vënien e prangat të 24 vjeçarit Fation Deliu, i dënuar më parë për vjedhje, Markeliano Nuro 20 vjeç, Gerald Gordi 20 vjeç dhe Erviz Domi 22 vjeç, që të tretë të padënuar më parë. Ndërkohë që u shpall në kërkim Admir Zyko, i dyshuar si bashkautor në vjedhjet me armë. Sipas Vocaj, deri tani është dokumentuar autorësia në vjedhjen e një banke private në 17 shkurt 2010 në rrugën Myslim Shyri. Po kështu, këta shtetas janë të dyshuar dhe po zhvillohen hetime intensive për përfshirjen e tyre në bashkëpunim edhe me persona të tjerë në vjedhjet e bankave si më poshtë. Vjedhje e filialit NBG Bank ndodhur me datën 1/8/2008 në autostradën Tiranë-Durrës. Vjedhje e filialit Raiffeisen Bank ndodhur me datën 26/12/2008 në rrugën Vangelnotin Laprak. Vjedhjen e filialit Tirana Bank ndodhur me datën 6/5/2010 në rrugën Dytësore në krah të autostradës Tiranë-Durrës. Vjedhjen e filialit NBG Bank ndodhur me datën 2/7/2010 në rrugën Dytësore të autostradës Tiranë-Durrës. Pas ndalimit të tyre, në cilësinë e provës materiale, u janë sekuestruar 2 automjetet përdorura nga autorët në këto vjedhje me armë, fatura bankare të depozitimit të parave, veshjet përdorura gjatë vjedhjeve, aparate celular, si dhe prova tjera materiale.